E di, po. Po ku do ikësh në hekur që se më the që s'jam të premteve? Po do bëj një kështu lëvizje të shkurtër. Këtu në e ka fjalën këtu në rajon afër Me Shqipërisë. çik fokus, treçi. Me çik fokus. Nuk e tregon? Jo në Iran, jo mos u bëjmë rak. Po në Iran nuk shkova tani. Pse? Po çik vështirë. Tash është më mirë. Si më mirë më të janë vrarë gjithë njerëz Ku? në Iran. Në televizion. Si televizion, po pse nuk ka të vrarë Ti fare? futu tek harta e Iranit dhe shif sa fluturime ka si për Irani tani dhe a ka ndonjë bllokim fluturimesh, a funksionojnë? Sa nuk ka bllokim. E ujë? Po çfarë është kjo? Është mashtrim të gjithë? Jo, s'është mashtrim, është vazhdimi, kështu ka qenë gjithë më jashtë si ke hartën e Iranit. Që plot me avion shif. Seriozisht e ke? Po më nuk po thënë po bombardova, s'ka fillu Trumpi akoma. Po kismet ta shohim se po ta bombardojnë bombardimet forcojnë regjimin, ja shif. Që tash është natë aty, ë? Është plot. Biznes, ki parasysh Irani është fuqia e dytë Ne mos do flasin tani më kur e thojmë, gazit në botë dhe naftë. do flas kur thojmë emisionin, më thuaj ti ku do ikësh një herë nesër. Se më thej do Do ikim ikë. nesër këtu jam. Kur ikëm pra të nesër pra mbi ikëm. Jo më jo. Të mërkurëm se do ikësh. Po jo. Jo, të njëjtën mëngjes. Dhe kur kthehesh? Të njëjtën. Ndar. Do vish në ditës? Po. Po pse ma prishet premten mua më? Sa prisha më të premte? Po ti më the Marian. Ti do të premte thash se ashtu kam i punë. A do jesh Tiranë? Po të premte do jem Tiranë. Po s'vjen do tu. Po pse tregon tani ku do ikësh? Po afër do jem mos e bëj. Itali. Po afër më jam afër. Po ti thuaj jo, por se s'është një sekret vendi. Sekret është takimi, po jo vendi. Si vend mund ta thuash? Përshëndetje toksor. Përshëndetje toksore. Ju sa po kemi mbritur, jemi live që në emisionin tim Zonë e Lirës, që çdo të martë të mërkurë dhe të premte në orën Të martë dhe mërkurë në orën 10 darkës, nisim këtu, dhe të premte në orën 9. Sonde është e martë, ora në këtë momente po flasim, është 10:03 minuta. Data sot është 13 janar 2026. Ilir Kulla mi mbroma. Ilir Kulla, pas herës që kemi lajmëruar, ti e prish pak atë traditën e të premteve, sepse për arsye pune dhe një penjimesh ti nuk je në Shqipëri, kështu që me që dhe këtë të premte s'do kesh mundësi të vish dot në emision, ne vendosëm Kulla që të flasim sonte, që është e martë, për aktualitetin politik në Shqipëri, por jo vetëm. Unë mendoj Kulla që pas të flasim për ngjarjet që kanë ndodhur së fundmi në Shqipëri dhe çfarë pritet të ndodhë, do të kujtoj që janë 3 data shumë interesante politikisht, jo për popullatën. Popullata nuk kupton asgjë, është në gjumë, është duke fjetur, është duke ngrënë, është duke kryer nevoja, hanë gjithë vitin. Duke kryer nevojat e veta personale, gjitha këto, po për një grup të vogël njerëzish që mundohen të kapin, ose mi që duan të kapin koltukun e njishit. Për këtë grup të vogël që është majt piramidës, tu bëhet gjithë lufta, gjithë bryllat, gjithë intrigat, gjithë lobimet, gjithë aferat, gjithë gjërat ndodhin këtu. Sigurisht të ndjekur ato nga mediat partizane të njërës palë dhe tjetrës, kamikazët mediatik. Ne këtu mundohemi të jemi mbi palët Kulla dhe të kuptojmë ati që ndodh. Po para se të vim në Tiranë dhe të kuptojmë se pse janë 3 data interesante për ambientin politik në Shqipëri, datat 22 që i bie të pritet mbledhja kushtetueses, gjykatë kushtetuese, për të vendosur çdo bëjnë me zëvendës kryeministre, do vazhdojnë detyrë apo do pezullohet sipas kërkesës së gjykatës speciale. Data 28 janar gjithmonë, 22 janar është kjo e kushtetueses, në data 28 janar është mbledhja e Komisionit të Mandateve,
që dhe atje do shohim që do bëhet, që vendimi do marrin, do të kalojnë në seancë plenare, problemin e, së thua, çështjen e Ballukut, apo jo. Këto janë dy data interesante, por nuk mbarojnë me kaq, data 24 kulla, 24 janar, në mes të këtyre dy datave, midis 22 dhe 28-s, Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, alias Ramsi IV, pritet të mbajë një fjalim në një event të partisë vet. Dhe ky fjalim pritet të jetë deciziv. Linja e këtij fjalimit pritet të vendoset pas vendimit të 22-shit, në raport me vendimin që do marrë dhe 22 gjykata kushtetuese. Aty do kuptojnë çfarë do thot ai. Po në ndërkohë, kulla, unë them të bëjmë një xhiro në Iran, sepse atje situata duket e komplikuar. Ledio do shfaqi në ekran tani disa imazhe, duke di nëse kemi thjesht mbulim apo kemi dhe sinkron, pra i kemi dhe audio dhe video. Ledio e kemi thjesht mbulim apo jo? Ja. Kjo më duke se është foto Ledio apo jo? Po kjo është foto, i kam bërë plak blur, sepse i kam bërë pak të turbullt, sepse janë pak imazhe të forta. Janë trupat e të vrarëve. Po. Ndërkohë, çfarë kemi tjetër nga Irani përveç këtyre fotove të Këto janë imazhe dhe imazhe nga dy luftime, nga lufta. Ja, kemi dhe këto kulla, siç i shikon. Ku, sipas informacioneve që vinë andej, protestat kanë më shumë se 2 javë që kanë filluar, nuk dihet tani kulla aktualisht nëse vazhdojnë protestat apo jo. Disa burime thonë që protestat kanë një lloj pauze, ndërkohë, para se fjalën ty do të kujtoj për gjithë telespektatorët që na ndjekin në këto momente, jo vetëm në MCN TV, por dhe në YouTube, te kanali im Zonë Lirë Official, që në Ledio do e paraqesë herë pas here në ekran. Ja ku janë fotot. Do të kujtojmë që aty ka disa ditë që qeveria e Iranit ka bllokuar komplet internetin. Ndërkohë unë nuk di se këta personat që bëjnë këto videot, nuk di se nga i marrin, thonë që ka hyrë në lojë Starlink-si i Elon Muskut. Ndërkohë, Ledio, para se të flasi kulla, të lutem na sqaro për publiku që na shef të momente, ç'është kjo grafik? Kjo është ndërprerja e internetit në Iran. Kjo është ndërprerja e internetit. Duket ashigare fare. Kulla, thuhet që ka 500, pastaj 2000, pastaj 10.000, pastaj 20.000 të vdekur. Nuk kuptohet fare numri kulla i të vdekurve. Donald Trump ndërkohë ka reaguar nëse Irani qëllon dhe vret me dhunë protestuesit paqësor, gjë që është zakoni tyre, thot, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të ndihmojnë. Jemi të armatosur dhe gati për të luftuar. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështje, presidenti Donald Trump. Çfarë po ndodh atje kulla realisht? Çfarë thon burimet e tua që në mos nga Irani i ke nga afër? Duhet kujtoj që përveç amerikanëve, izraelitët po e ndjekin me shumë vëmendje këtë situatë në Iran. Madje Bibi Netanyahu ka dalë disa herë gjatë këtyre 2 javëve dhe i ka bërë thirrje protestuesve të vazhdojnë sepse Izraelin do e kenë gjithmonë në krah. Çfarë po luhet? Ja, ndërkohë që shohim imazhet kulla. Për herë të parë ka pasur një status të rrjetet sociale të Mossadit. Mossad, të rrëzojmë regjimin e Mossadi, për ata që nuk e dinë, është Agjencia Shërbimi Sekret, Shërbimi Inteligjent Izraelia. I kërkova sot regjisit më gjej një hartë Iranit, që t'ju jap. E kemi hartën. Dhe më duhet hartë aty. Ja tani direkt. Mjafton të flasësh ti gjithçka e ke gati. Atëherë, duhet të shpjegojmë kontekstin çfarë është Irani. Irani është një shtet unik i llojit vet. Është i vetmi vend në gjithë atë rajon që në 500 vjet nuk ka ndryshuar kurrë kufinj. Është një kështjell natyrore mesmalesh. I përket një nga qytetrimet më të vjetra të botës, pra Persisë së famshme, është Persia e famshme, është popullsia dhe gjuha e tyre fars. Ka një përzierje popullate etnike pers, ja ku është harta, ajo tregon qytetet ku janë bërë protestat. Pra ka një përzierje shumë interesante. Teherani ku është kulla me qenë? Teherani është aty poshtë aty lart, në qendër më përballë nesh, aty lart.
më lartë nga mesi këtu. Okej. Okej. Tani, edhe Tirani, duket si Tirana, ka malin krah, një mal shumë të lartë dhe... Njësoj janë, po. Edhe emrin e kemi... Edhe emrin është i hapur, po. Tani... Duhet thënë që këtu, duhet thënë që shqiptarët, por nga, po të shofësh mirë kafkat e tyre, në përgjithësi ngjajnë me iranianët, kulla. Kemi një ngjashmëri të papar. Ka një ngjashmëri veçanërisht Tiranës. Për shembull, besoj që të kujtohet i ndjeri miku jon i përbashkët Andis Harasani. Po, bravo, që si jeton më. Po, familja Harasani vinte nga Horasani, Iranit, me origjinë atje. Po edhe Dashi është iranian, me origjinë. Se di... Kam folë me Dashin. Për Horasanët e di, do më thënë që vini nga zona Horasanit. Edhe Dashi i ka pranuar, po. Gjatë kohës së perandorisë, atëherë lëviznin shumë populatat dhe për shembull kjo është arsye pse një pjesë e tarikateve kanë ardhur dhe janë vendosur tek nesh. Po të kthehemi tek Irani. Të kthehemi. Shehi, me qira fjalët e Dashej, atje kur më ka shpjeguar ka thënë Shah e kanë pas emrin. Po pra, Sheh. Po në Shqipëri, ku ka ardhur pastaj brezat kanë ardhur, Shehi. Sheler. Po. Kulla edhe? Tani, Irani është, përveç që është një nga popullsitë më të vjetra, është shteti në 500 vjet i s'ka ndryshuar kufinjt e tjerë, është një kështjell natyrore, mes malesh, është rrethuar kudo me male. Ka një përzierje etnike, ka brenda kurd, ka brenda azer, ka brenda këto popullsit që vinë nga kufiri që shkojnë me Turkmenistanin, me Afganistanin, poshtë ka këta që shkojnë nga zona e Pakistanit, ka Baluchët, pra Baluchistanin, dhe pastaj ka dhe këtë pjesën e popullsisë arabe që vjen këte nga kufiri që shkojnë me Irakun. Duke patur parasysh... Kjo i përsa i përket humanve, ndërsa në toka kulla, duhet thënë? Ka dhe Turqit këte nga anë Turqis. Ndërsa në toka kulla, thjesht për një këshu info të përgjithshme, në toka është mbushur me... Tashi, pastaj do shpjegojmë çfarë është, pra... Çfarë thesa ka? T'jap një shpjegimin... Qartë. Etnik. Sociologjik, po, marrësh. Edhe pastaj do shkojmë tek pse është Irani kaq i rëndësishëm. Po, pra. Dhe pse Tirana nuk është kaq e rëndësishme? Tiran. Po, pse vetëm ndryshojnë ato. Dhe iranianët janë kthyer në islam, pra persët, kanë pranuar islamin, por kanë pranuar një version ndryshe të islamit, që është ai që ne njohim si shiit, pra versionin e trashëgimisë nga familja profetike, po jo nga syneti profetik, jo nga shenjtërimi, për të mos pranuar pikërisht versionin arab të islamit, sepse persët, për arabët, mendonin që këta janë njerëz të shkretirës, këta janë njerëz të egër, ne nuk mund të pranojmë kulturën e këtyre, pra ne marrim besimin e këtyre, por nuk pranojmë kulturën e këtyre. Kjo është arsye pse ata kanë qenë gjithmonë të ndarë, flasin dy gjuhë të ndryshme. Dhe pse në konflikt gjithkohon? Dhe kanë qenë konflikt gjithmonë dhe kjo është një nga arsye pse se ta kanë ruajtur etnicitetin e vet, gjuhën e vet ndryshe, pavarësisht nga regjimet që kanë pasur. Se deri në 79 ka qenë vendi më properëndimor në gjithë atë rajon. Atëherë, njerëzit nuk dinë për shembull që gruaja e Pavlavit, e mbretit të Iranit, e Shahut Persis, deri kur ka qenë me origjinë shqiptare, sepse ishte motra e Farukut të Egjiptit. Dakord. Ka qenë një nga gratë më të bukura të lindjes mesme. Familja mbretërore e Egjiptit, pra Mehmet Ali Pasha, i biri i tij, pastaj nipi i tij Faruku që iku me grushën e shtetit në 52-53, ishin me origjinë nga Shqipëria, nga fshati babait tim, nga Zëmblaku Korçë. Po flet për Egjiptin tani. Po. Dhe një nga vajzat e oborrit ishte martuar me shahun e Iranit. Po. Dhe ishte emri ajo? Si a dim emrin? Po më vjen mendje. Po Pavlavi ishte emri i këtij shahut të Iranit. Pavlavi është emri i familjes. Familjes. Dakord, mbi emri, po. Tani, iranianët, në këtë kontekstin e tyre, ja ku e ke hartën, është shumë e bukur, iranianët tash kanë disa veçori me kompozicionin e pasurive të vendit tyre, prandaj ka qenë gjithmonë që në kohën e Aleksandrit të Madh ka qenë një nga objektivat për të pushtuar dhe për të fituar në Greqinë e lashtë. Qartë. E deri në ditët e sotshme. Pse? Sepse Irani është poseduesi numër 1, numër 2 i gazit në botë. Madje edhe Katari, që është
përballë, është aty që është i vogël dhe që konsiderohet numër 1 në botë, ka po të njëjtin bazen, po të njëjtin bacin, po të njëjtin bazë gazi si Irani, prandaj ndodhen aty përballë. Është edhe numri 3 i naftës në botë. Okej. Në të njëjtën kohë, për shkak të konfigurimit malor që ka, Irani ka dhe shumë minerale të ralla, siç janë mineralet që kërkon Trumpi tash në Ukrainë. Ukrainë e tjerë, dhe është vendi me universitetet më të vjetra në botë, ka universitete 1300-1400 vjeçare, dhe është dhe vendi me industrinë kimike më të zhvilluar sot për sot në botë. Për kuriozitetin e njerëzve, në 79, kur këta vinë në pushtet, këta klerikët, ajatollat, ta kanë ardhur në pushtet me mbështetjen e Francës. Madje Khomeini, ajatollahu i parë, po, që rrëzoi nga pushteti. Jetonte në Paris. Jetonte në Paris dhe erdhi me një avion shtetëror francez. Dhe kur është ulur aty ka qenë një flamur i Iranit dhe një flamur i Francës në aeroport në edhe me bekimin e amerikanëve. Teheran, dhe me bekimin e amerikanëve, sigurisht në atë kohë. Por jo të izraelitëve, sepse izraelitët mbështesnin në atë kohë atë regjimin e Shaut, sepse konsideronin partner shumë të fortë. Viti 79 është viti çuditërave në botë në atë kohë. U pushtua Afganistani nga sovjetikët dhe aty filloi rënja e Bashkimit Sovjetik, sepse është kufim me Afganistanin. Erdhën këta në pushtet iranian. U mor peng Meka, që për muslimanët është gjëja më e shenjtë në botë, domethënë, është bërë luftë për përshlirimin e Mekës. Shërbimi sekret francez në ato 90 ditë të marrjes peng Meka i ka dhënë policisë arabisë dhe shërbimit sekret të Arabisë Saudite i ka dhënë armët kimike që të azisonte me armë kimike. Qa viti u mor peng Meka? 79, po të përsisht 79, kur ndodhi dhe një kështu akt terroristit meshëm në Paris në atë vit. Ndodhe akt terrorist në Paris. Prap lidhje me Iranin. Ndodhe në akte terroriste në Liban, që në bazat amerikane dhe franceze dhe europiane në Liban. 79 ka qenë një vitit mërshëm. Dhe është në qanë shumë e 2025 vjetë, si që ka njësë 2026, paka shumë, 2026 ta shumë në këto lloj nivelesh. Dhe Irani është një vend që kur pastaj në 79 filloi dhe lufta mes Iranit dhe Irakut, ka zgjatë 10 vjet ajo luftë, 79-89, e vrarë 1 milion njerëz. Edhe këta që kemi ne këtu në kamp atje në Maminas, Mans, dhe këta nga ajo periudhë vinë, nga lufta Iran-Irak, sepse dolën kundër ajatollave, pra Meku. Dhe vazhdim... Në Irak kush ishte atëre? Kishte Saddam Husseini apo jo? Husseini dhe Husseini ishte agent i CIA-s dhe ishte partneri i presidimit. Qartë, ishin mbështetur ta, po, të gjithë, po. Kur lyti mend Saddam Husseini në 90-ën, pasi që bërë 10 vjet luftë me Irakun, shkoi mori Kuvajtin, thasë më duhet nafta këtyre, thasë. Qartë, u futën amerikanët. Edhe pastaj ata i thanë pritore se nafta është e jona. E kanë ndjekur live atë. Nuk ka... Atë luftën në Kuvajt kur futën amerikanët për 24 orë. Nuk ka lojra. Disa orë, po. Edhe tani erdhëm në këtë moment shumë interesant, në cilin ky fillim viti që filloi me atë ngjarjen e bukur të marrjes Venezuelë, po. Marrjes nga krevati duke fjetur gjumë të Maduros dhe të grus Maduros dhe dërgimit me helikopter për në Amerikë. Kishte filluar ndërkohë kjo ngjarja e Iranit. Po si filloi ngjarja e Iranit, që ta kuptojnë njerëzit? Në një nga tregjet, se Iran ka shumë, nga që ka shumë tregtar të vegjël Iranit, ka dhe shumë tregti telefonash. Telefonash, kompjuteresh e kështu gjë të tjera. Për shkak të situatës, se Irani ka pas në mënyrë ciklike her pas here krizat të tilla të stimuluara edhe nga jashtë, për shembull për shkak të sanksioneve të tyre, pra nga një anë inflacioni dhe nga një anë vlerësimi. Është mbi 50% inflacioni këto më deri po flas. Dhe nga ana tjetër është vlerësimi i paras, po të kaluar ka pas edhe inflacion më shumë. Ndodhi që tregtarët e një qendre tregtare u ngritën dhe në rrjetet sociale nuk mund të shesin mallin, a del në humbje dhe riali është vlerësuar, riali është paraja iraniane. Rial quhet? Rial, po. Dhe ndodhi protesta ditën e parë, ditën e dytë dhe këto protesta shpërndaheshin nëpërmjet internetit. Qartë, sigurisht. Duhet kemi parasysh që presidenti i Iranit, ky që u zgjodh vjet, sa i tjetri vdiq në atë aksidentin e famshëm me helikopter, kujtohet? Duke ardhur nga kufiri me Azerbajxhanin. Aksident misterios shumë ai. Po, ky presidenti i Iranit tash ky është një njeri i moderuar. Pezeshkiani.
Ndërkohë, I moderuar në raport me jo, është i kraut moderuar. me Ajatollah, e ke fjalë. Po, është i kraut moderuar. Ndërkohë, ta tjerët janë krau historik. Po, pra, Si po, ne ka po qenë them. dhe Ahmadinejadi e tjerë që është krau më ekstrem. Pa, i Rona Ahmadinejad. Po, Rona atje në Teheran është. A i vishe me këshu kostum teritale, man? Po. Qa pyta. Edhe sa ishte më shumë, ki parasysh që iranianët kanë një lloj regjimi që është ngjashëm dhe me regjimet socialiste. Po e di pra, Edhe me regjime- ka qenë që në Tirana i duke student? Shu thonë, po se di. Shu thonë për atë, Të për ka qenë në teorika Tiranë. pas kaçmiftarit. Shu thonë, po. A pse ka që i ka hapë të? Ka që. Unë kam dëgjuar që ka qenë në Tiranë, bile ka pas në një lidhje me i femër në atë kohë. Se di. Po çfarë si ka, këto janë histori të tjera, po. Unë nuk mund të them gjëra që s'u. Edhe tani në këtë lloj situate, pra në këtë lloj panorame, kjo shpërndahet edhe në qytetet e tjera. Por fillon për shembull shpërndar në një qytet në lindje, që është në kufi me Turkmenistanin, që është qytet goxha larg nga Teherani. Dhe pastaj mori dhe gjithë këto qytetet e tjera të mëdha, afër Teheranit, vogla e tjera dhe u shpërnda shpejt. Tani këto protesta nuk janë më të dhunshme se ato që kanë ndodhur më përpara. Janë paqësore, po. Jo. Edhe këto janë paqësore. Po për shembull protestat e 2022, 2023 që bëshin atëherë për mbulesën që u vranë ato. Po, e di, po. Kanë qenë shumë më dhunshme se sa Po protesta. nuk ishin kaq masive. Jo, nuk ishin kaq shumë të menaxhuara nga jashtë dhe të përgatitura mirë. Prandaj edhe nuk ishin kaq masive. Jo, ato ishin më masive. Jo, si ishin masive se Ishin edhe këto më të pulla. dhunshme, por organizimi nga jashtë i protestave A? dhe menaxhimi nga jashtë nuk ka qenë. Po pse jemi përballë kësaj panorame? Me ardhjen në pushtet të presidentit Trump, kemi një unifikim edhe për shkak të ngjarjeve që ndodhen vjet. Pra, se vjet kemi rënien e Asadit në Siri dhe largimin e iranianëve nga Siria. Kemi luftën në Gaza, kemi përfshirjen drejt për drejt në luftë të Iranit kundra Izraelit. Me Izraelit, po, që zgjati disa ditë, po. Dhe të Amerikës kundra Iranit. Që e bombardojnë B2. Pra, patëm një zgjerim të shpejt të konfliktit, pra, dhe patëm edhe ato sulmet e Izraelit në Iran, ku vran një seri krerësh, pra, pam një aktivitet goxha të suksesshëm të Mossadit, pra shërbimit sekret Izraelit mbi Iran dhe eliminim të disa generalëve, disa krerëve të regjimit që nuk ishte gjë e vogël. Patëm goditjen e Hezbollahut. Patëm vrasjen e kreut të Hezbollahut Dobësimin në Liban. Dobësimin e Hamasit në Gaza. Dobësimin e mbi gjitha të Hezbollahut në Liban, por kalimin, jo, të Hezbollahut në Liban dhe kalimin e gjithë kraut të Hamasit me Arabët dhe jo me Iranianët. Pra, Hamasi është në ndikimin e Katarit dhe të vendeve arabe. Po, ndërkohë furnizoheshin me armë nga Irani, pra. Po, kishte shumë kohë që s'furnizoheshin me armë. Hamasi është nën kontrollin, Hamasi ka qenë vazhdimisht dhe është nën kontrollin e vendeve arabe, jo rastësisht qendrën e kanë Katar. Qartë. Sepse vjet Katar u sulmua një herë nga Irani dhe një herë nga Izraeli. Pra, do me thënë, situata dhe panorama në një vit 2025 e futën Iranin në një qertull ngjarjesh në cilët vëmendja ndaj Iranit ka bërë që tani që kanë filluar këto protesta, tani të ketë një kohezion edhe të vendeve arabe, edhe të amerikanëve, edhe të izraelitëve, por edhe të evropianëve kundër regjimit në Iran. Dhe do të kujtojmë kulla një fakt që është shumë i rëndësishëm, që po e dëgjoj atje, Irani njësoj si Rusia, është ndoshta një nga shtetet vetme në gjitha të rajonin atje, që ka shumë bashkëkombas jashtë Iranit. Pra në shumë vende të tjera në Arabi, ka iranian pa fund, ka shiit pa fund. Dhe kjo është... Ky është dallimi. Jo domosdoshmërisht pse janë shiit ata janë iranian. Për shembull, jo, dakord. Shiitët e Irakut, shiitët e Yemenit, shiitët arab nuk janë iranian. Iranianët janë tjetër gjë. E di, po ka shumë iranianë jashtë kufive të Iranit. Ka komunitet, po. Ka komunitete, po. Dhe kjo e bën ndoshta edhe një fuqik pak më të komplikuar për ta... Tani, si është situata për ta... Irani vite 70, Vite 70 Irani, kulla. E di, ka qenë moderne. Ka qenë super moderne. Tash si është situata, edhe tani është goxha vend kështu Irani, domethënë shoqëria e brendshme shumë me jetë të shthurur. Po e kanë ndrytur këta, e kanë ndrytur tha. Një pjesë
Pjesë gjëmues, ata janë popullsi shumë interesante. Tash si është situata? Sa banor ka qëse Irani, kulla, dim që? Diku 80 milion banor. Janë 80 milion, janë sa Turqia paka shumë. Aq ka dhe Turqia. Pak më pak se Turqia, po ka një kompozicion shumë interesant, se janë si Turqi. Si kompleks i Tirana e viteve, e atyre viteve. Shumë e ngjashme, shumë e ngjashme. Qita. Tashi, pse është interesant Irani në këtë moment? Është interesant Irani në këtë moment, sepse Irani po janë fillimi të lëvizjes së pranverës së arabe në Siri. Pra, nga janë regjimi po të regon që i ka kockat e fort. 92.000 Irani, se e pash tani. 92 milion? Po, 92 milion, se thash mi. Pak ka shumë sa Turqia, se Turqia rreth 100 milion banorë ka. Jo, më jonu, ka Turqia, 80 janë Turqia, bu. Po, pak ka shumë, që nëse rritë Qëllësi ka? popullsia. Kula, lajmi para 2 orëve. Për ty e kam të. Të hënën në mbrëmje dhe të martën, thot, prezident Donald Trump, u informua mbi një... Pra, të hënën në mbrëmje dhe të martën, sot, u informua për një gamë të gjerë mjetësh ushtarake dhe të fsheta që mund të përdoren kundër Iranit, cilat shkojnë për te sulmeve aerore konvencionale duke përfshirë opcionet e operacioneve kibernetike dhe fushatat psikologjike i synojnë të prishin strukturat komanduese të komunikimit dhe media shtetërore iraniane, sipas 2 zyrtarëve të mbrojtjes që folën në kushte anonimiteti për CBS News. Atëre, nëse ka në një shansë qanë që të bjerë regjimi në Iran, ajo është vetëm nëse Amerikanët arrin që të bëjnë një marrëveshje me Pezeshkianin presidentin dhe me ushtarakët. Sepse atje ka një dualitet të pushtetit. Si gjithmonë ushtria, një moment saktuar mund të... Atje ka 2 ushtri. Është garda revolucionare, që është me ajatollahët dhe me regjim. Si që e thamë emisionin e kaluar? Është edhe ushtria. Pra nëse sot, do t'ishte e mundur që të ndodhë ajo që ndodhi në Venezuelë, pra që në Venezuela, Amerikanët në përmjet rusëve arritën të bindin Ministrin e Mbrojtjes, generalet dhe zëvendës presidentet dhe iku Maduro, dhe tani po normalizojnë shpejt marrëdhëniet me Amerikën. E pe Trumpi çfarë sot? Po, presidenti i përkohshëm i Venezuelës është Trumpi. Pra, nëse arrijet të bëhet një gjë... Ky është bebe komplet ky Trumpi, bebe i lezetshëm. Nëse arrijet bëhet kjo gjë, atëherë ne do të kemi një ndryshim të regjimit në Iran. Por në kushtet që dikush e sulmon Iranin nga jashtë, atëherë ne do të kemi unifikim të regjimit, dhe të ushtrisë, edhe të gardës, edhe të parlamentit, dhe të klerikëve, dhe do jetë shumë... Po priti, qose dilli është bërë, vlla, me një nga këto struktura, kulla, nuk mund të ketë unifikim, edhe po të bombardohet nga Jo, se për shkak të situatës. Shiko, Irani është një strukturë shumë interesante, ka një nacionalizëm unik, një nacional-socializëm unik përzirë me doktrinë fetare që nuk e ka askush tjetër. Prandaj ka qenë 500 vjetë shteti unifikuar. Pra, funksionon më shumë inteligjenca perfide edhe jashtëzakonshme e izraelitëve dhe e Mossadit se sa forca e amerikanëve. Dhe në anën tjetër duhet llogarisim që Irani është vend kufitar me Rusinë. Në detin Kaspik, nuk është kaq kollaj që rusët ta lënë këtë rënë influencës. Tash ku është meraku i madh, e du hartën dhe një herë tjetër. E po pritaj, ndaj do bëjmë një xhiro para se të thuash meraku, se të vazhdojmë. Ku do shkosh te Qileku? Pse të jo te Dorelani? Po te Dorelani. Je më mirë ikim fillim te SPO-ja. Furnizohemi çik? Me që do me naftë, Irani është vend pikërisht pra. Naftë mbajtës. Ashtu. Do ikim çik, unë do jep benzinë zonja zotëri, ledi jam keq benzinë vlla, jam në fund. Nisim pak te SPO-ja prak, urgjent. SPO-ja miq për të gjithë ju që ende nuk e dini, po ja u kujtoj, mos fusni çdo lloj zorre në makinën tuaj. Ndaloni dhe shkoni direkt enkas, vetëm te SPO Ili. Është i vetmi karburant që u mban makinën në formë, i jep motorit një performancë brillante. Merë frymë makina. Kujdes, në këtë vënd, gjithandej është shu. Gjithandej njerëzit mashtrojnë. Ky është vëndi i kulmit të mashtrimit. Kujdes, mos fusni çdo lloj zorre që del përpara. Do shkoni vetëm te SPO-i, nëse doni makina të jetojë gjatë, të jetojë mirë me shëndet. Ju dini, në makina nisë si njeriu. Është ajo që ha. Nisë si njerëzit. Ju ushqeni mirë makinën tuaj. Se kjo logo këtu është e papar. Falenderoj Saidin, i madh, sepse të ne keni gjithandej, jo vetëm në Tiranë, po gjithandej kudo që të dilni nga Tirana dhe shkoni në SP. Gjoni mua, edhe një si gënjej. Rikthehemi në studio, ne jetë pasaj gjithëve që furnizuan pak makinën, bëmë një pit stop në SPO, pit stop.
Nisa një video nga Irani sapo. Direkt, dua t'ju kujtoj të gjithëve që ky është emisioni im Zonë e Lirë, sezoni 23. Episodi 1030 sonte me Kullën. Kjo është pjesa e parë, P1. Data është 13 janar, sonte jemi e martë dhe ora është 22:30 minuta. Rikthehem te njëta fabule jo, po Kulla. I nisa një video le. I nise videos, po unë të në breva fiksë momentit që më the, të shpjegojmë the pse, e mbamë se qa po thoshe. Se mbajmë. Iku, mos gjëra. Bërive pyetje tua te kjo QR kodi këtu. Ja ikëm le tjo, pse nuk e mbamë që do thoshje? Se mbaj. Po pse se mbaj dhe Ndërpreve. Duhet ndërprisja, ishe detyruar. Po pse, jo, ishe duke thënë një gjithë të rëndësishme, pra, kujtohu pak. Po. Pasi më shpjegove gjithë situatën, the, tani do shpjegojmë the, kujtohu pak. S'po më vjen mendje. Zërbe. Live-i tanë, nuk mund të gënjejmë kur... Po nese, kemi akoma për të folë për Iranin pasi të themi nga gjiro? Kemi? Okej. Ledhjo, akoma s'kemi, më vinë informacionet Kulla, akoma s'kemi aeroplan mbajtëse në gjirin Persik apo në rajon afër Iranit. Sigurisht, Amerikan. ishin në Venezuelë, normal. Gjithashtu pamjes satelitore mbi ishullin bazë Diego Garcia në Oqeanin Indian rezultojnë se nuk ka prezencë ushtarake amerikane. Pra, Trumpi ishte akoma në Psajop, në operacion psikologjik apo jo? Jo, ka akoma prioritetin atje që po e mbaron, kështu që duhet marrë vendime, po është ende larg për një luftë të niveleve të para një viti të para 6-7 muajve kur u godit Irani. Kina dhe Rusia, Kulla, mund të më thuash çfarë po bëni këto momente? Ja tani, çështja është E azëm se ti e për shumë tani Putini. shumë e thjeshtë. Unë jam Trumpi. Shumë e Mund të, Unë Putin. Fal, mund të improvizojmë një bisedë sikur ti e Putini dhe unë jam Trumpi jepi. Ta filloj Trumpi njerë? Po, filloj. Tani digjo, Vladimir, e si shumë abeti, kjo situatë nuk lejohet më, i kemi ndarë punët, kam lënë Ukrajinën, bla, më the që nuk do të ambyll luftën në Ukrajinë, futu në rol, vërtet. Ti e Putini, unë jam Trumpi. Po. Duhet të lutem mos mua ashtu, te Venezuela të këto, ti e di që Izraeli nuk e lëshoj dot, sepse është vendi im në të gjitha për shumë arsye, ti e di shumë mirë, që të lutem mos ndërhyj te Irani, deklaratat mund t'i bësh, e dim, do t'i bësh sepse duhet për popullin tënd dhe për opinionin andaj këtej, po të lutem realisht mos më prish punë. Dakord, jemi dakord? Zoti Jo, Putin. jemi dakord. Pse çka ka? Irani është kufit e mi, s'është kufit e tu. Unë s'të prek ty më burtën. Jo, po Irani është kufit e mi, nuk lejon të. E para dhe e dyta, Irani... Në kufit e tu, ma Irani nuk është fane kufi me... është kufi detin Kaspik me Rusinë. Detin Kaspik, po nuk është direkt. Po direkt drejt për drejt në detin Kaspik. Po ju ndan një det, pra? Jo, si ndani, bashkon deti. Jo, na bashkon. Je Putini të... Na bashkon deti. Po pra, po gjithësi është deti, nuk Jo, po nuk kemi toksor, pra. Ti ke oqeanin largë do të është. Qa thotë? Nuk bëhet ajo punë. Punë që global. Aq më tepër që Irani është aleat strategjik i Rusisë, dhe aq më tepër që Irani është në luftën e Ukrainës ka qenë furnizuesi kryesor me dron Shahed i Rusisë, nuk e lëshon Rusia Iranin dhe po tani qa, po si do më dalosh ti mua tani? Jo, ti se sulmon dot edhe futun luftë, po deshe nuk del dot nga lufta me Iran. Ti nuk fitore dot luftën në Afganistan. Po qa do sulmoj, do luftojmë bashkë në Iran? Jo. Po si? Do bëjmë bashkë kundër Kinës, sepse Irani po lidhet me Kinën me gasjellës nga Afganistani. U tërhoqet nga Afganistani. U fut Kina dhe me qeverinë e Afganistanit, po... E që propozon tani ti? Qa propozon? Dhe unë propozoj që të merremi vesh bashkë. Putini është kulla, unë jam Donald Trump, jem duke propozon. Unë flas me generalët iranian, rrëzojmë klerikët, heqim rreziku për... Je dhe ti për rrëzimin e këtyre? Bëjmë një marrëveshje. Po pra, do me ti je për rrëzimin e ajatollave? E klerikëve. E klerikëve, pra? Po kush vinë pushtet? Ushtarakët. Po ushtarakët janë me ty o me mua? Ushtarakët me mua, se unë i kam si në Venezuel. Po unë shtë ashtu nga Irani, qitoj unë. Ti si në Venezuel do thua që unë e rrëzova regjimin e ajatollave dhe përfundoj e tash do filloj... Ore unë në Iran, s'do kem asnjë kontroll, vlla? Asnjë kontroll. E ke humbur 79 në kontrollit. E ke seriozisht ti? Po. Si do e marrësh kontrollin? Po si më ti je fuqi rejonale, unë jam fuqi botërore. Po unë fuqi botërore jam, ku? Kush ka më shumë armë për tha? Po hajde provojmë atë. Po jo ne do luftojmë me armë për tha more bashkë, se pra punë nuk i dihet. Po si? Hajde luftojmë terren kush fiton në Iranin. Terren kemi fituar, ishte në Afganistan e humbur. Mos zotri, e zëm se po marr, zoti Putin, e zëm se po marr versionin tënd. Po. Unë s'do kem asgjë në Iran.
Apo bin negociat, do mblesh dhe mua diçka. Po diçka do marrësh. Qa për shembull? Po do shohim. Po diçka do marrësh. Gazin marrë mua gazin për shembull, se ti gaz ke sa duash. Po Rusi, po çfarë do Pra, gaz? do ta lëm gazin nëse do ruajmë çmimet e larta të gazit. Po Dakord jam. Po që të ruajmë çmimet e Ama larta të gazi gazit do kontrolloj të unë. bëjmë ca luftë. Zotri, unë dua gazin dhe mineralet. Dakord. Pjesën tjetër e ke ti, çalli ke. Jem dakord. Po do ta shohim si do merrem vesh në Arktik. Po me Kinën, Pra ti do marrësh Grönlandën, unë do të lesh te Kina do rrim të dy bashkë në mënyrë që mos na haj Kina të dyve. pra për Kinën thua dhe jemi dakord. Për Kinën do merremi vesh. Po për Iranin nuk ta lëshoj dot. Po ti bën si Ti do marrësh Grönlandën, Po ti unë bën nuk si- përzihem te Grönlanda. Po ti bën si shumë, ti bën si puçi me atë kinezin, mos sa takohesh, mik i madh e kështu për qafoni. Po me të futme është kjo. Jo do ka fut kinezëve. Jo, ata po mundohet. Ki parasysh që kufiri më gjatë i mundshëm i Rusisë me Kinën. Me Kinën me di. Pra ti thua unë kam Groenlandën. Ti ke Grönlandën, ke fal. gjithë Amerikën Jugore. Ato s'kepse nevojë mi thuash ti kam pas gjithmonë. Po. Jo, i Ai ka ishte humbur, oborim. prandaj. Ai ishte oborim pra tani. Po pra, po. Ka qenë oborim pra. Po prandaj prandaj i hyre tash që ti kuptova. marrësh. Po, Tani- edhe ky është oborrim. Okej, të dy bashkë kemi të njëjta interesa me Kinën apo jo? Po. Dakord. Afatgjata, po. Afat gjata. Po morën vesh në Alask për Iranin, po ram dakord për çmime se do sjell këta negociatorët e mi. Iranin bjem dakord që gazin ta marrun. Jo. Po ti ke gaz tani, po ti tani mos Po eksagjeron. kam gaz, normal që kam gaz. Do bim dakord për kuota, për multinacionalet që të përzihen, po nuk mund të ashtu, se gaz kam normal, po do mbajmë çmimet lartë. Mi pranë po tani. Se gaz ka Ti e kuptoj po flet me një super biznesmen. Po, Mua do ma futesh. jo. Atëre gaz Do ruaj interesat e mia. ruaj pra. Po. Po mos kërkoj një gjë që ti e ke me shumicë në Jo, vendin po tënd. nuk ta japun këtë gjë. Si gaz do më japësh. Jo, ti ke Katarin. Katari është fuqia numër 1, ke përballë Iranit. Unë kam Iranin. Pra ti do që unë të them po pa marrë asnjë shkëmbim. Unë jam Trumpi, në këtë rast ku thash Putini po improvizojmë. Kujdes. Ore zotëri, Urdhon. pranvera arabe, lufta në Siri për atë gasjellsin që kalonte nga Katari në Turqi u bë. Zotri, nuk mund dalëm para popullit amerikan të them që e çrova unë, po çfarë morën mbrapa, mora këtë timin. Tani çka ka marrë Ky mbrapa? është problemi jot. Ti ke interesat e tua, unë kam të mia. Atëherë kjo punë nuk do shkojë mirë Vladimir. Po sigurisht luftë do shkoj. Ka që ishte improvizimi tani letëri. Urdhole ti. Zoti president. Me ke me Kina- mua. Se Kina presidenti është dhe ai. Jo, zoti president, ti je presidenti. A ke me mua. Po, Kina me Rusin kanë qenë gjithmonë me dorën qafë njëra tjetrës. se Trumpi bën dhe kështu, se nuk dëgjon nga. Dorën Kanë qenë qafë. gjithmonë me dorën qafë të njëra tjetra. Kush ka qenë me dorën qafë? Kina me Rusin. Po pra ja thash. Njërën dorë. njërën dorën qafë. Po dora tjetër ku është? Ka që ishte improvizimi. Faleminderit nga salla që bëre këtë pyetje ose këtë konstatim. Rubio ishte ky. Ishte Rubio ky? Kjo më i thonë një big up për Ledion ai. Vetë presi big up tani bravo Ledi. Ishte Rubio ky. O pyetën thash kush është ky zë i njohur po. Ua ça perle. Ua. Dhe na shkoi improvizimi kulla se mua më ka mbet akoma ca flok, jam afër Trumpit, më shumë se sa afër Putinit, sa ty se kam mbet shumë flok, jam afër Putinit se afër Trumpit. Kështu që ishte mirë apo jo? Edhe unë si Putini lajm me ujë akull. E di, edhe ti e ke të sakon atë, po ç'a jeni ju. O kulla, për ta mbyllë të çështje vëlla. Është pak a shumë improvizim që bëm ne apo ndryshon ndonjë gjë? Në thelb. Në realitet. Në thelb ky është. Pra ti thua tani Kina nuk do ndërhy dot sepse do shohë që rusët Interesi është që ata të mos e lejojnë Kinën të ndërtojë, të furnizojë ekonominë e saj me naftë dhe gaz nga Irani. Ky është interesi strategjik. dakord, por realisht i thuaj që rusët do ta kundërshtojnë këtë të Trumpit. Unë mendoj Po do të që kenë gjë mundësi në dorë, se puna është a kanë mundësi apo jo? po sigurisht Do ndalojnë me çfarë? Me ushtri, me armatime, me Çfarë ushtri tani jo burr? ka shumë. Prodhimi ushtarak i Rusisë dhe Iranit. Tani Rusia është në luftë në Ukrainë, tani ti mendoj do i çoj Jo, nuk çon, s'ka nevojë çoj, ka ata mbështet ata që ka aty, nuk çon. Nuk ja, kjo është video që i çova. Ja, kjo video këtu. Tani çfarë është ky video që çove Ledios? Po, سلامتی جان کتابیان لا مشتگرین sonde. Protesta në rrugë në Iran. Ah. Ore, kjo po, ato videot ato fotot me ata të vdekurit ishte tmeshme ajo. Foto të vdekur që ishte në të shtrirë atje kulla. Nuk beson se është i skelim ai kulla. Unë të shoh pak skeptik, po nuk besoj që Nuk është. jam skeptik. Kjo është, shiko, në historinë e pranverës arabe, në gjithë këto revolucionet, pjesa më interesante ka qenë ajo që ne njohim si menaxhimi i reputacionit të mirë ose të keq të revolucioneve. Që nuk jam skeptik. Unë
të shoh panoramën dhe të analizoj panoramën e gjëra që ndodhin. Për sa kohë ushtria dhe garda dhe regjimi janë bashkë, është e pamundur të bjerë regjimi në Iran. Pavarësisht numrit të vdekur. Pra ti thua, në qoftë se ata vetë brenda iranianët, populli, nuk arrin dot që ta rrezojnë, të marrin fuqinë në dorë, ti thua është e pamundur. Po. Nga jashtë nuk ka asnjë mundësi thua. Domethënë aty janë 2 komunitete që mund të bëjnë, 3 komunitete që mund të bëjnë luftë nga brenda. Që janë kurdët, baluçët në jug në kufi me Pakistanin, edhe azerët. Nëse këto 3 komunitete nuk bëhen bashkë, nuk financohen nga jashtë, nuk armatosen nga jashtë, nuk fillojnë një luftë civile etj, nuk ka se... Problemi është kush e bën luftën në Teheran, ku është ajo lëkartie general që Teheran është e pamundur që të bjerë regjimi ashtu, që të bjerë regjimi Teheran duhet të ketë kryengritje të ushtarakëve dhe të marrin kontrollin e... Zotri, ti e njeh mirë dhe Teherenin. Mund të më thuash nëse Trumpi, i cili zakonisht deri tani ka bërë ato që ka thënë, nuk është nga ata që bën ato që thot ai, dhe që do vendosë të bombardonte. Ta lëm Izraelin për një moment, Mossadin, sepse Mossadi përdor mënyra të tjera atje për të ngritur njerëzit për të ashtu. Ka agjentë vete të gjitha. Ku mund të bombardojnë në Iran? Në Teheran, më fanë, Teheran. Nëse do të synonte eliminimin e krerëve të gardës revolucionare dhe të ajatollave. Po këtë mund ta bëjnë më mirë amerikanët apo izraelitët? Të dy bashkë. Teknologjia. Izraelitët më mirë sepse kanë informatorët tek vrima e mirë. Pra, këtë opsion ti nuk e përjashton kulla. Po edhe po e vran ajatollahu nuk bie regjimi, përkundër se forcohet dhe bëhet mit ai dhe vihet një ajatollah tjetër. Sa janë ata më kohë, janë shumë? Ka shumë, po ki parasysh 2 janë ajatollahat e rëndësishme, që njëri që ka vdekur dhe ky që është shumë plak tani, që është Khomeini, që është ai që erdhi nga Franca dhe bëri revolucionin, dhe Khamenei që është ky i sotshëm. Ky quhet Khamenei. Po, ai ka Khomeini, ky e ka Khamenei. Ky është mbiemër kjo Khamenei? Po, mbiemri po. Mbiemër. Edhe Khomeini ishte mbiemër. Po pse i quhen Ayatollah? Pra janë shumë. Sepse kanë titullin fetar, Ayatollahët. Po janë disa, janë shumë atje, janë. Ka disa, është një numër i madh, është një këshill klerikal që qeverisë vendit. Sepse vendi ka 2, si themi, 2 shpirtra. Është teokracia jo, është teokraci, po. Dhe ti thuaj që në qoftë se është marrë vendimi, nuk mund t'i eliminosh ata të gjithë? Qoftë do ishte Izraeli, qoftë do ishte Mossadi. Nuk i bën dot, s'është kaq kollaj, është vend i madh, shumë vend i vështirë. Pra ti thua duhet patjetër të kesh ose gardën. Garda qëndron me pasdaranët qëndrojnë me regjimin. Po ushtria? Ushtria ka qenë gjithmonë si më e pavarur, por problemi është që garda është shumë e pasur, ka dhe ajo shumë teknologji, shumë ushtri, shumë njerëz. Pra do të krijoheshin kushtet e rënies së regjimit nëpërmjet një grushi shteti ose të fillimit një lufte civile duke përplasur këto 2 anë të rëndësishme të shtetit iranian, por nuk është e kaq e thjeshtë. Siç sot dikush i njoh unë, nuk është kaq e thjeshtë të luftosh me ushtrinë e Imam Aliut, se janë me shumicë. E Imam Aliut. Po pra se ata janë shiitë dhe ndjekin Imam Aliun, e kupton? Jo Imam Aliun. Imam Aliu është imam i 4. Po këtë më tjetër, a thua për këtë ti më që ka fluturuar nga... Po pra po... Jo Imam Aliu, ai që Abaz Aliu. Jo, është tjetër ai Abaz Aliu, është i Bektashinëve, unë po them Imam Aliu... Bektashinë shiit janë apo? Janë një sekt në shiizëm, po s'kan lidhje. Po s'ka dhe Imam Aliu me Abaz Aliu, nuk kanë lidhje fare. Ta nuk i kupton këtë gjë. Po nuk i di. Është kalifi 4 të Islamit, i cili ka qenë dhe nip edhe dhëndër i profetit, dhe që është i pari i shiitëve. Dhe për shiitët Imam Aliu... E ka fjalën kur dëgjojmë Imam Aliu, s'do të ngatrojmë me Abaz Aliun apo? Jo, s'kan lidhje fare. Zero. Ka jetuar edhe në kohra ndryshme apo jo? Po me shekuj. Papa Mondi, që se na shikon. Po kjo punë mbyllet në janar thua kulla, kjo punë e Iranit? Por jo, sa ka fillu, nëse vazhdon do vazhdoj gjatë gjithë vitit. Po dëgjoj kulla, o kulla. Atje leki madh tani hidhet në Iran apo jo? Po sigurisht gjithmonë. Super biznes është ky apo jo? Po ku ka biznes më të mirë? Unë i bindur që ky është biznes që ka dëme kollaterale, i pëjda të vrarë atje. Ata janë pak o qënë. Ore pak, po gjithë njerëz janë në burë, të më thua janë... Lufta Iran-Irak ka zjat ka bëj 1 milion të vdekur. Unë e di më për dikush ky është thjesht detaj i historisë, nuk është historia. Jam dakord me ty. Megjithatë për qenë pak human, edhe për ata shpirtat të ndjeshëm që na shohin tani, duhet të thënë që me humanizëm i mat ato unë jo fare. Fuqitë e naftës apo jo fare. Gjithsesi mirë do ishte të merrnin vesh një ditë se sa realisht të vënar janë, qoftë edhe për kuriozitet profesionale, kupton. Edhe sikur mos ishim fare human, që jemi fatikisht. Duam ne jemi vëlla, se njerëz janë dhe ata. Me not vin tani këtu, për shembull të na
E ti bie njerëzve kështu, se të vi keq Kujt njeri? shqiptarëve. Kush dhe i bjerë? E zëm, thashe. Tashi, e dikush është Ore, po diferent. ky Ramsi nuk ka asnjë rol në këtë konflikt, më mund të ndërhyj të zgjidhë në një gjë. I ka ndërprer marrëdhënie diplomatike me Iranin. Po janë fut nga Turqia ata, më duket. Po ata futen. Jo, kanë hapur një zyrë në ambasadën turke, më thanë. E diti, është bërë lajm ky. Jo, ambasada, do të thënë Ministreja e Jashtme e Turqisë është, si me thënë, ndërlidhësia mes nesh dhe Iranit. Marrëdhënie diplomatike. Po ky Ramsi ka të vërtetë me gjithë fuqi që ka vëlla, nuk mund të ndryj dot. Për shembull te Ayatollah të flasin me parët me kështu. Sa edhe ai ka qef të gjëra, i bën. E mban më kundërhyrje atëre për të zgjidhur problemin mes Turqisë dhe Greqisë. Për pak ja doli. Po këtu s'ka si mundësi ku vë? Sa i madh. Më një sekond, imagjino për një moment sigur ai të dërgojë, të vendosi për shembull dërgoj Babamondin në Teheran. Babamondi është mik i izraelitëve, jo iranian. Mos, harrova fare, mos. Ka lënë të